është llogaritje apo parashikim? Tani, ideja është që ka shumë forma parashikimi në sismologji, por jo në sismologji, por kudo, bën tentativa për parashikime. Nuk është arritur akoma që të ketë një procedurë standarde, por varet shumë dhe nga tipi i tërmetit. Nëse tërmetet janë të thellë apo janë të segët, nëse tërmetet janë diku në oqean dhe janë larg steres dhe natyrisht valës i duhet një farë kohe për të arritur dhe kjo kohë është shumë e vlefshme, sidomos për të aktivizuar sisteme mbrojtëse të objekteve të rëndësisë veçantë, siç mund të jenë termocentralet nukleare apo objekte ushtarake apo diga, të cilat mbyllen apo merr masa të mjeshme në mënyrë automatike për shkak të ndjeshmërisë që kanë po themi çelësat e kyçjes së tyre nga dridhjet sismike, sepse ato kanë sensor. Pra këto pak a shumë mund të quhen si sisteme. Nga ana tjetër ka edhe metoda llogaritëse, siç janë metodat bazuar në vetë aktivitetin sismik. Sidomos USGS-ja, Shërbimi Gjeologjik Amerikan, parashikimi bazuar në tërmetin operacional. Pra ideja është që ti monitoron në mënyrë të vazhdueshme aktivitetin sismik, siç e bëjmë dhe ne momentalisht, dhe në bazë të mekanizmave të llogaritjes, duke futur tashmë dhe inteligjencën artificiale që e ka përshpejtuar shumë të gjë, arrihet që të bëhet një prognozë pak a shumë se si mund vej aktiviteti. Pra do të kemi një rritje në aktivitet apo do të kemi një ulje të aktivitetit